ministër i punëve i mbrojtjes? Atë sa e kam pa deklarimin e zotit Quni, a i ka deklaru që përmes një personi që jeton dikun jashtë Kosovës, i ka dhënë këtë ofertë. Na zotin Quni e shohim parlament, e takojmë parlament. Kështu që nëse ne i bëjmë ofertë deputetve, ne shkojmë një direkte të deputetët. Sepse ka deputet... A kështu po i bëni ofertat në parlament? Po parlament e kudo, ne kemi, për shembull, ka deputet brenda edhe lëvizjesve vendosje, edhe partive tjera që kanë komunikim të mirë me njëri tjetrin. Edhe ne gjejmë deputetin cili ka komunikim më të mirë me dikon e themi, foli me të, shihe ku qëndron. Po nuk organizojmë kanë edhe familjar që mujnë me i... Po nuk organizojmë dikon prej jashtë, mi thonë hajde bende... Nuk i lonë familjar veç për darës. Format mund të jetë të ndryshme. Po. Me akter nga jashtë, po del Begit që është i përhapën, se dhe zoja Bolla pat një pretendentë të Po asaj është e vërtet. Unë kisha dhe... Asaj është e vërtet. Dina, ja administrojmë prova ato, unë intervistohet... Pretendimet po flasën që... Ne kemi dregu hapun që ka kërku... Ministrin e Maqedonisë, cili... Zonja Balje edhe që kemi ofruna. Kryetarin e njerëz për partive të Vlenit, tha unë personalisht nuk kam kërkuar ose nuk kam qenë pjesë e lëvizjeve të tilla, por nuk e përjashtoj që antarë të partive të Vlenit mund ta kenë bërë një gjë të tillë. Kështu që se mos me ndihmu. Familjarët, shokët, nuk janë veç për darsma. Zoja Pacolli, fare, s'keni pasur tentativa që po themi të niseni nga Maqedonia për të krijuar mundësi që të votohet? Një tentativë të tillë ne se bëjmë. Kështu që ne kemi diskutu hapun me zonjën Bajlje dhe i kemi tregu çka ne mund t'i ofrojmë edhe kemi dëgju kërkesat e saj. Kush ka diskutu me ta? Ka pas takim kryeministri me ta. 2-3 herë ka taku kryeministri. Ne si kemi shef diskutime që kemi bë. Kretë deputet, kemi diskutu publikisht. Deputet e minoritetet cilat i ka taku kryeministri, në fund që ka hanë që të takoj edhe zaves kryeministri Besnik Bestimi dhe disa për tyre si ka taku kur. Jo, nëse ka pas nevojë mi taku, i kanë taku. Unë kum taku deputet nga komunitetet dhe këtan më kanë thonë, po du me kanë thonë emrat. Përjashto, 2 deputetët cilët e kanë mendimin i janë dhe shumica e deputetëve prej minoriteteve janë me lëvizje vendosje. Minoritetet tjera në gjysvote nuk llogarit, po në vot llogaritet shumë nga njëherë. Po të kuptoj, po ne jemi në komunikim me minoritetet. Kështu që kemi pas komunikim. Pas këtë vështimit tim, votat e minoriteteve që keni qeverisur për 4 vite është dashur të jenë do të pa diskutueshme. Kjo ka qenë një rrisitje për neve në studio. Do të ka menduar, po. Këna ka rëzu shumë analiza neve këtë. Ne i kemi bërë... Blanko, në analiza këtu ka qenë i ko. Demokracia dhe deputatët që vinë për minoriteteve kanë të drejtë të ndryshojnë mendem. Shumë e drejtë. Vetëm se kur qeverisësh për 4 vite, ke një bashkëpunim, është dashur ta ruash këtë bashkëpunim? Nuk, dëgjoj, ne kemi rujt bashkëpunimin, mirë po kërkesat nga njëherë janë të papranueshme dhe nuk mundesh me ja u realizu. Kështu që dosh me keq qenë sinqert dhe me tregu që nuk bëhet diçka e tillë, edhe nuk mund të vazhdojmë tutje. Mu më krijohet përshtypja takimet individuale, takimet në zyrën e kryeministit nga zoti Kurti, domthon individualisht i krijoj hapësirë të kërkojnë kërkesa absurde që kemi diskutuar këtu në studio. Kanë qenë kërkesat e zonjës Bale. Sfondtuan personale me individat të caktuar, po. Në mendimin tim, as pak nuk kanë qenë banale. Pse nuk kanë qenë banale? Kanë një trajektor ato kërkesa. Prapë po them të trajektoria pasin Ama si nevojnë ka premtu zotri Kurti ato? Është puna që shka po i nevojitet, ta i dënë me shfrytzu komuniteti që përfaqëson me shfrytzu këtë momentum. Dhe është e natyrshme kjo çështje, nuk ka asgjë të panatyrshme në kërkesën e saj. Nëse bën një pyetje shtesë, përveç asoj që ngellet... Jo me shantazhu formimin e institucioneve. Gjithsesi mirë, po kur kësh... Jo me... Nuk do të me... Shantazhi nuk shkon atë.